Okay, let's go. Mëngjesi njerëz, mirë se vini në një vlog të ri. Kemi dalë që të pim kafen emergency, nuk kemi ngrënë asgjë, kështu që porositem edhe për të ngrënë. Kemi ardhur te kjo Belle Epoque, duket këtu. Po. Që është te rruga Elbasanit, nuk po dini ku të vini dhe thashon meqense e kisha parë kështu vërdane për Instagram, thash po e provojmë. Tani çmimi më duket shumë të shtrenjtë, që kur na erdhi menuja fillim, do të shohin të paktën nëse do t'i bëjnë të mira. Omlet kemi marrë, kështu që besoj. Duhet jetë, okay. Është shumë vap, më në fund besoj se ka ardhur vera. Do doja shumë të kisha ikur në plazh të fundjavë, po burri ka lënë kalçeto nga planet të tjera, asnjëherë nuk më plotson shefi. Është këtu në tavolinë dhe nuk dihet fare, bën si urt. Është për tip si në plazh, në? Është. Ka dhënë çik përshin në fakt nga dreka 25% të territorit. Po temperaturat janë 28-29 gradë. Duhet të ishte fiks për të filluar plazhin. Shumë njerëz e hëngrëm edhe omletën tonë të shtrenjtë. Në fakt në shije ishte mirë, kishte diçka ndryshe, nuk e di, ndoshta do një lloj gjalpi që kanë përdorur, nuk e di, por realisht kishte një shije shumë të veçantë. Edhe kafe e kanë bërë të mirë. Edhe kafe ka një aromë ndryshe. Si shpjegohet? Ku qëndron diferenca, jam kurioze. Provojmë çik biskotat. Në qoftë se janë worth it dhe biskota. Mirë dhe biskota. Ka një gjatë lezetshme dhe kafe, por... Mira biskota. Unë kurioze të provoj këto tjera. Të janë shumë mirë. Që janë crunchy. Shallupsa shijeme. Shumë të mira, ka më të mira. Ne më duhet të shkojmë në Paris. Për vjetorin tonë të 11, do më qash në Paris? Jo. Në avion. Ma premton. Ma premton. Se? Duhet ma premtosh që ta mbash fjallën. Kam shumë shef të ikim Paris. Dhe ikim? Ti besja të memet. Të parësi që të i thash atish, për vjetorin do më qosh në Paris, a i më tha të shofi. Nuk e di që të shof kja isa, unë jam në Paris. Ke parasysh atë se që bërin një brate që dite ai... Po më duke t'i do kafe të shi. Ka i Ledioni, dite aty Me hologram. me hologram, mua në gjitur aty. Ja, mija jote, nuk të lëvitëm në asë moment. Njerëz, të fundjavë ne jemi vetëm në Tiranë. Të tipit të dyja motrat e mia kanë ikur në udhëtime secila në shtete të ndryshme. Mami dhe babi kanë ikur në Berat. Do të them që na kanë lënë vetëm grupi që ne zakonisht i takojmë fundjavave, dalim një kafe bashk, një drek bashk. Merr malli për bebat. Çunim ka gjithë javën që më thotë do vistu, po tezja ka qenë full, super e ngarkuar me punë orare. Dhe nuk kam mundur të takoj. Edhe tani që mora telefon, ishin në aeroport, do vish ti tezje.
Tash unë po të zja të zjen do të ti në aeroport, do marrësh avionin do ikësh. Hajde dhe ti, tha bli bilete dhe hajde. Mire kishte, nuk kuptojmë fëmijët si janë këto muhabetet e të rritur. Kështu. Më jam bërë vetua të merë për të hequr, mos ta e qetë. Duke aty në kamerë, besoj se duke. Më dhe të shoh do një orar. Është ka speed X5 apo B6? Është X5, është X5 apo? Motore, ka të bëjmë një video të bukur, të ishte 600 gradë kash. Po, s'është dita për të erdhëm në Shëndër, që nga një kohë super e bukur sot, dhe po e ndjej vetën si turiste në Tiranë. Që po më duket Tirana super e bukur, nuk e di pse. Edhe thash me që semi në Shëndër, po kthehemi tek Adriani, libraria ime e preferuar në Tiranë. Marrim 2 libra të rinj që t'i lexojmë gjatë muajit qershor, pastaj gjatë muajit, okay, se fundi muajit jemi. Pastaj do vi të marr libra për pushime. Dhe s'lexoj në plazh. Që ja plot në turista, vetëm mua vjen si turista. Ja. Kaloj në to ullim. Vazhdojnë aktivitetet në Shëndër dhe pa praninë e kryetarit të bashkisë. Jam vendosur të sa fusha padëlli. Që lexon aty historia nis këto padëll pa kufi. Se s'luajt e ti zemra këtu në Shëndër, do të ishte interesant. Mora të libra të rinj, ta tregoj në shpikës djalla. Më duket se kam kapur njërin të Frejdës që zgjodha për të lexuar, mora dhe një tjetër, i cili ishte me 2 vëllime, po kishte dalë vetëm i pari, presim tjetrin. Sa po erdha në shtëpi, qërova direkt patatet, bëm një pazar të shpejt frutta perimesh, qërova patatet dhe i kam vënë të piqen në furr, kam bërë dhe mishin gati, po du të kisha nxjerrë më herët sepse nuk ka shkrirë dhe do dhe pak. Por gjithsesi thash po e bëj në air fryer se aty bëhet shumë shpejt mishi. Ky air fryer im ka dhe opsionin e zgarës. Edhe bën shumë shpejt, 20-25 minuta bëhet, kështu që ndërkohë që bëhen patatet, mishin po e vë pak më vonë. Patatet e kam vënë në lavastaviljen në punë. E kam etach atë prekjen e kam e prekje me touch pra funksionet, edhe pa dashur kur përmerja disa enë të lara e vendosa në punë. E bëj gjithmonë. Nuk e di pse, po e bëj gjithmonë. So, thash morëm edhe pazare frutta perimesh, të preferuaret e mia në këtë stin janë kajsit. Shikoni që kësa të mira janë. Kajsit edhe kumbullat. Tash po ulem këtu dhe po ua tregoj 2 librat që zgjolla. Nuk e di pse, gjithmonë që vetëm marr 2 maksimumi 3, kështu e kam. Më pëlqen ajo rutina e të vajturit të bler libra, se sa të kem ku diu 90 libra në shtëpi në bibliotekë të palexuar. I kam lar ato, Clyde. Jo. Dhe zgjodha libri nga Anne Jacobs, nuk kam lexuar asnjë libër të saj, është Vila e pëlhurave. Ky është libri. Thot një vilë madhështore, një familje e fuqishme, një sekret i errët, seria që ka fituar zemrat e gjithë fansave të Downton Abbey, miliona kopje të shitur. Besoj se mister është dhe ky dhe thriller.
U zhvillon ka në Gjermani, në Augsburg, 1913. E kam parë këtë qytetin e Augsburgut, më është dukur një qytet shumë i këndshëm, i vogël. E dini që nuk kam vizituar as edhe një vend në Gjermani, nuk e di pse gjithmonë që mendojmë të shkojmë diku, sikur edhe një lëvizje të vogël 2-3 ditë, Gjermani nuk e kam asnjëherë në plane. Se di, më duke qyteti ftohtë, njerëz të ftohtë, nuk e di. Por do doja të vizitoj, se mos të qytetin e Augsburgut, se më ka pëlqyer shumë sa kam parë video të vogla nëpër rrjetet sociale. Okej, thot një sagë jashtëzakonshme, plot intriga, dashuri, zhvillime të befta, par nga një këndvështrim i veçantë, ai shërbëesi civiles së pëlhurave. Kurioztare të vëmendshëm besnik apo intrigant, shërbëesi përgjon çdo lëvizje të zotërinjve, u njohin që të fshet, ndërojnë me ta dhe zilepsen pas jetës së tyre farforitëse. Shumë i bukur, më ngjan edhe më kujton pak serinë e librave shërbëtorja të Freudës, por normalisht besoj se do ketë tjetër mënyrë të përshkrimit të ngjarjeve. Dhe është e vërtet kjo që thot për shërbëtorët, se patjetër që ndjekin din çdo sekret të shtëpisë ku punojnë, ëndërrojnë të jenë si ta, gjithashtu dhe ndjejnë zili për jetën e tyre. Më duket shumë e vërtet. Okej, ky ishte libri i parë. Libri i dytë ishte i Freudës, që kam lexuar gjithë vëllimin e shërbëtores. Shërbëtorja, fsheta shërbëtore, shërbëtorja po vazhdoni, kam të tre në librarinë time. Ky e kishte titullin I dashuri. Dhe lexon, është buri i ëndrave të tua apo mangthi ytmi I keq. Thot në këtë roman rrëfet një histori e errët për fiksimin dhe ato që ne bëjmë për hir të dashurisë. Shkrimtarja bestseller e New York Times, Fredia MC Fallon, provon se shpeshherë krimet e pasionit janë më mizore. Edhe kjo njerëz është shumë e vërtet se sa dëgjojmë për ditë në Shqipëri, në mediat e huaja për krimet e pasionit që janë shumë të shpeshta. Okej, mezi pres të lexoj, nuk e di këtë filloj të parin. Nga seria Twisted Anna Huang më kanë ngelur vetëm 10 faqe të librit, por nuk e di pse nuk po e përfundoj dot, sepse sa herë që shtrihem jam super e lodhur, lexoj shumë pak, kështu që më kanë ngelur shumë pak faqe, do të përfundoj më një herë. Ishte I bukur, por kur lexon një seri libra, si kjo që zgjat e goxha libri 4, më bë pak e mërzitshme. Edhe nuk është e kisha të njëjtin interesin si tek librat e parë. Sa hoqa vetullat njerëz, po filloj një shi, super shi. Domethënë, sikur të më thoshte Alba mos u bëj pishmë që nuk ike në jogë të fundjavë, sepse është shumë shi. Tani kam veçur edhe mustaqen, sepse mos dukem shumë e kuqe aty në kamera. Dhe më ka ardhur pakoja nga Temu, një pakoj vockël që kam bërë. Këto të Temos nuk merren vesh se ku vinë, gjithmonë vinë për adresa të ndryshme. Dhe tani duhet ta shoh se ku është që të shkoj ta marr. Pra agjencisë Unionet Western Union në adresë Rrugë Elbasani përballë shkollës së mesme Gjuhë të Huaja. Okej. Shpresoj ta gjej sepse më ka mbaruar dhe interneti që është më e bukur. Ka svape këtu. Okej, ikim dalim njerëz. Se më në fund do na vide ajo kapse që do ta kap këtu, te pasyra pasagjerish që të mbajmë kamerën në makinë. Mora people. Realisht pa Maps nuk ishte shanse ta gjeja se ishte pak e futur. Por, okej, e gjetëm përfundim. E hapim të shtëpia se në foto të kisha montuar, të kisha provuar të montoja këtu të makina. Nisi me njëherë edhe e shofim. Home sweet home. Shofim këto. Këto pakot e Temos njerëz po vinë akoma edhe më shpejt. Sa më shumë shtohen porosit, aq më shpejt vinë. Tani, porosisë është në Temu, patjetër do porosisë është kasa telefoni. Ka marrë 2, shumë cute. Të paktën kështu e kisha iden kur I porosit. Kë ka që ka shtypur. Okej. Kjo është e para, shikoni, është e verdhë me zemra roz. Ta provojmë si do duket, se kam të zezë këtë që kam dhe nuk më pëlqen fare. Shumë kinez. Po pse ka kështu këtë pjesën këtu, se kuptoj. Shikoni, bukur duket, cute. Thjesht këtu rin ka pak. Shikoni që ka çik formën keq këtu. Edhe pse ka të fort këtu mbrapa.
Nëse e butë, është plastik e butë, e lezetshme, bukur duket. Lezetshëm? Apo, çka? Okej, shohim do të dukën. Kjo është kasa e dytë që kam marrë. Se më gjanë vetja si tullaca aty, se më duken flokët shumë keq. Kjo duhet jetë me bukur. Tani unë këtë e mora duke menduar pushimet. Kështu që ta shohim. Kjo është edhe me pre-order. Nuk i mbanin gjendje ata. Më duket më e mirë kjo. O zot, pse vjen kaq është trembëruar. Se di ta vendosim. Tani unë do të tregoj këtë kasën e dytë edhe do më thoni ku mendoni se do t'i bëj pushimet verore. Prisni ta vendos edhe t'ua tregoj. Kjo që nga më e mirë, i rin ka shumë mirë. Prisni. Okej, shikojeni. Kjo është kasa. Unë e mora thash duke menduar pushimet, kështu që tani pres ju të më thoni ku mendoni se do t'i bëj pushimet. Të zonë, ciao bella. Shumë e vështirë. Por, edhe vendin, qytetin ku do shkoj. Ciao bella. E që kështë rëmë për kinezëm? Tani, prisni, që more tjetër. Do bëjmë hall edhe nga ty? Gjera motorit gjitha. Kam gjerë për të 3 motorat. Për të 3 motorat? Ku ke 3 motorat? Okej. E ke parasysh atje ke Kambaleci? Ai Kambaleci, që janë hekur ato dhe krijojnë ndrysh të pllakët. Që mos krijoj. Ky është ngjitës me robën edhe me lëkurën. E kemi parasysh ato fustanet e satenit që je gjithë siklet sa mos hapet të del gjoksi, e ngjit me lëkurën. Tani shpresoj të funksionon. Okej, gjëja tjetër që mora. Përsëri për këto rrobat e verës që janë me kurizi zbuluar, që vishën pari çepeta, janë këto nipple cover, diçka e tillë që ngjiten, vendosen te kofra e gjoksit, që mos të duket keq tek rrobat. Këto. Pse s'po ka ardha ajo më? Legin, jo që nga këtu mbrapa. Dhe shava kot. Sepse kjo gjë kryesore që kam marrë, që të vendosim DJI te makina. Okej, shpresoj të funksionoj. Tani unë s'di si lidhet kjo për mirë. Okej, kjo futet kollaj aty. Ajo e pasagjerit, këtu vjet kamera, po kjo me këtë se futen aty. Që lidhje kanë me njëra tjetër. Dhe fundit është pishalli, i famshëm që ka dalë në mod. Këto ishin gjërat që morëm temu. Mirëmëngjesi njerëz nga dita tjetër, ne sapo hangër mëngjesin. Sot vendosëm të shtanim në balkon, sepse nuk mund të repakuajmë për 2 omleta kafe ujë 25.000 lekë se na vajti dietë Belle Epoque, kështu që thash omletat shumë të shijshme me avokado i bëj vetë shtëpia. Edhe kështu e hangrëm mëngjesin në balkon. Është shumë qetë, shumë qetë, edhe te balkoni jon paradite është hije, kështu që nuk është e bezdisshëm dielli, se realisht që nga shumë nxehtë edhe sot. Kështu që e shijuam mëngjesin e avasht në shtëpi. Tani unë u lyeva, bëra wake-upin, Klajti ka vajtur që të lej pak motorin, sepse është i fiksuar e do që të jetë zidh gjithë kohës. Do doja të isha edhe unë që fiksuar me makinën time, por nuk jam. Dhe ndërkohë po vishem që të dalin të pim kafen jashtë, por që nga shumë vap nuk e di ku do ta pim. Duke vetë nga ishte goxha bukur, në fakt po më pëlqejnë. Bëra pak për shumë blash sot, sepse realisht ky blash i gjatë ditës është i pari që më bie dhe nuk më duket fare sikur i kam faqet roz. Kështu që thash po bëj pak më shumë sot. Ikim vishemi që të dalim, shpresoj mos vënohet burri, se tani realisht po më piet shumë kafe dhe po më piet një kafe Fredo. Se ti ku duhet ta bëjnë të mirë. Se di të dalim një herë.
S'po thash se kësaj here I ndryshova vetullat, zakonisht po I hiqja te Car Browse në komunën e Parisit, kisha bi 1 vit, 2 vjet gati që isha atje. Më parë kam hequr edhe te vetullat Gajtan, kështu që kësaj herë shkova sërish te vetullat Gajtan, meqense kam dhe pak më afër me shtëpinë edhe joqja atje. Më pëlqeu, kishte ndryshuar dhe ambientin, ishin për 4 poltrona, që domethënë dhe oraret janë më të shpeshta, gjen orare të lira. Ti kur shkruajta më paradite, kishte plot orare të lira, kështu që e lash direkt sot për sot, sepse është bërë e bezditshme, dini ju me lënë oraret çdo gjë para, sepse nuk I planifikon dot, dhe nuk I dihet gjërat që të dalin, edhe duhet I anullosh pasaj, gjë që është prapë e sikletshme, dhe unë kisha nevojë urgjente që t'i hiqa vetullat e mia. Vetullat Gajtane keni te ETC-ja. U vesha një rëz, vesha setin tim të ri me vija, sepse është I freskët, edhe shpresoj mos të kem vap, sepse në shtëpi kam hapur në fakt gjitha dritare, dyert që të ajroset, por më mirë është të ndes kondicionerin. Sa duket erdhi momenti të ndesim kondicionerin nga I ftohti. Në zyrë kemi filluar me kohë, por në shtëpi jo, ka qenë mirë deri tani, ka qenë okay. Kështu, thjesht po flas para kamerës, po pres burin që të mbaroj së lart motorin. Mori. Ha shpirto. Gati e? Gati. Dit. Ha. Erdi shpejt, nuk u vonua. Tani doja thjesht të bëja pak shpejt krahët me krem edhe ikim. Dhe parfumin e flokëve nga Fatmarella. Edhe do vim era fresh, era summer. S'na ke pra të punë, ka kaluar moshën. Ka kaluar moshën. Është bërë vap ekstreme njerëz, prisim mbyll dritarin, të hap kondicionerin, se është bërë shumë nxehtë. Ufa, fix ver. Tani ta kthem nga I ftohti. 24 gradë mirë është. Shumë vap. Është roboti në punë, shpresoj mos zgjohet keq, këtu sikur kishte mbaruar edhe majon e gjumit. Edhe njerëz, ishim te Arte Butik, është lokali që ndodhet në blok, po pinim kafen ton Fredo të ftohtë. Nuk e di, kishte një lloj eventi, sepse ishte një gocë DJ, po luante muzikën e saj, kështu që u ndez atmosfera, vajtora pas orës 12, kështu që edhe ne porositëm nga një Aperol Spritz, e shijuam ambientin, ishte këndshëm. Pastaj u ktheva te Seven Cosmetics, kur u marr make-upet e mia, kur nuk kam mundësi të shkoj jashtë vet. Edhe mora 2 produkte që më duheshin me patjetër. E para është Huda Beauty, Easy Bake, erdhi prap roboti. Okej, fal mikrofonin, shpresoj të dëgjojmë vetëm unë. Po thosha që mora pudrën fiksuese, sepse tani që ka filluar vapa edhe make-upi im shkrin mundësisht, kështu që thashë të më ri më gjatë edhe më mirë po përdor baking powder, edhe e mora në ngjyrën cupcake. Po, është kjo, cupcake-i. Nëse se dini, Huda Beauty e ka në shumë nuanca këtë pudrën fiksuese, e ka në cherry, e ka në peach, në pjeshk, ka disa ngjyra. Kjo vjen goxha neutrale, cupcake-u, ja ta hapin dhe t'ua tregoj. Po edhe në roz, mua më përshtatet me tonet e lëkurës. Por më pëlqeu kjo. Është pudra më e mirë fiksuese nga të gjitha të tjerat. Tan kjo ngjyra. Shumë neutrale, besoj se do më përshtatet mirë. Dhe më së e nevojshme thash në këtë periudhë, dhe sasia është goxha e madhe. Është 20 gram, kështu që shpresoj të më zgjasë goxha. Mora edhe për vetullat, që thash kam kaq kohë që duhet të marr diçka. Ky ishte set Brow Voyage nga Benefiti. Unë dhe aktualisht kisha të Benefitit pomadën, që I kishte kaluar dhe datën e saj të skadencës, por që ajo zgjat shumë, kështu që nuk kishte shanse që të mbaronte aq shpejt. Edhe mora setin e lapsit, është në deep brown, warm deep brown, kafe e theksuar. Nuk dija çfarë të merra, doja diçka ndryshe, kështu që tash po provoj lapsin. Okej. Sa të bukur e ka paketimi Benefiti.
Kështu ishte. Tani nuk më pëlqeu faktu se goca kur ma tregoi hapi këtë dhe ma provoi te dora. Ndoshta duke e provuar shumë shpesh te njerëzit që shkojnë, ky është përdorur? Nuk e di, nejse. Shpresoj jo, unë e mora gjithsesi. Ishte set bashkë me gjelin e vetullave dhe gjeli i vetullave ishte warm deep brown. Kafe e thellë e pjekur. So, yeah, ta provojmë edhe këtë. Si do e këtë mund ta provoj direktu. Mund ta provoj këtë te kamera. Kam gjatë lyer, a? Bëri dhe ndryshim apo hiç? Nice, i krehi pak. Mirë, lezetshëm. Nëse do ta provoj më shumë bashkë me lapsin edhe të shoh se si do rinë të dyja së bashku. Më duheshin këto make-upet me patjetër, edhe pudrën pak kam, por të shoh, mund ta marr vetë kur të lëviz jashtë. Të shohim si do shkoj sasia që kam aktualisht. Gjerëm vërdana për Tiranë sot njerëz, sepse i thash burit që ishte dy shumë e keqe që ndonjtëm në Tiranë kur ishim të dy pushim, duhet kishim ikur në jug, sepse në shtëpi nuk na rihet, mërzitemi, vërdana nuk e ç'a bën. Ishim fillim telenociola, ngrëma kullore, sepse e kam thënë deri tjetër për bën realisht kullore të më të mira në Tiranë. Dhe tani me urrët e Mullirit pim kafe në mbasdites. Është edhe kjo muzika në sfond, fiks për ta pirë kafen Buzdetit në jug. Më thuaj zemra, po ti u bëre pishman që sikëm në jug? U bëre pishman që sikëm në jug? Jo. Pse? Do të dhim të portofol. Shumë. Dhe si talet me mua, i them unë java tjetër është fiks për plak, që të bëj, thot jam punën. Thuti se po mos ishte në punë, kjo do ndryshon të gjë. Azjezi. Për qaj hallet e mija. Miza. Jam bërë pis, jam veshme linot bardha dhe u bërë direkt pis. Ju kur rini në Tiranë fundjavë, që bëni? Mos tani që është zgjatur dita, është ngrohtë. Duhet me po të qka, se ndryshe mërzitesh. Vura setting powder të Hudës. Nuk kuptoj diferenca në kamerë besoj, por realisht për shkëlqimin besoj se të bën super punë. Kafja. Tani jam shpinjërës dhe kreti ka dalë të shohi Milanin. Është ndeshja e fundit për Champions League vintage që vjen, diçka e tillë. Ka dalë të shoh jashtë me shokut, kështu që unë jam vetëm. Dhe doja të shkoj në një film, nuk di ç'a të shoh. Kam nisur në Netflix, Berlin, nga La Casa de Papel, sezoni 2, se i pari ishte para 2 vjetësh gati, një gjë e tillë. Por nuk po përqendrohem mjaftueshëm që ta ndjek me vëmendje të gjithë ngjarjen. Kam parë vetëm serinë e parë. Se di me sa pjesë është. Edhe kështu nuk po di që të shoh, dhe doja një film më easy. Do thosha, më thoni ju sugjerimet tuaja, po, derisa të postohet videoja, të lexojnë sugjerimet tuaja shumë vonë, po ti kem parasysh për herë tjetër. Kështu, iku dhe fundjava, e diel tani, dark. Vura një lavastovilje, vura një lavatrice, lava këto rrugicat e tualeteve. I ndeva jashtë, se shqyr tani kemi kohë të mirë dhe thanë shpejt. Edhe kështu, me këto gjëra u mora, nëse fillon java. Por një gjë e mirë është që është të mërkura pushim, sepse është Bajram, kështu që të mërkurën të filloj vlogun e ri, që mos të bëj fare mungesa. Njërës duke bërë scrolling në Instagram, po shikoja një video të Dalina Buzit, dhe si pas një statistike,
nga banka, nga të dhënat e bankës botërore, thoshte që prit, një sekond, ta kthej nga fillimi. Vlerësuar të jap lajme më të tmerrshëm, më të trisht dhe që nuk përtitet në asnjë vend, por e gjeta aty në një nga faqet e portaleve. Sipas studimit të Bankës Botërore, Po. 50% e vajzave mbi 25 vjeç në Shqipëri nuk kanë Okej, thot 50% e vajzave dhe grave mbi 25 vjeç nuk kanë kryer arsimin e mesëm, pra janë vetëm e 9 vjeçare. Dhe 42% e meshkujve mbi 25 vjeç nuk kanë kryer arsimin e shkollën e mesme, pra janë vetëm e 9 vjeçare. Realisht jam habitur, që asum se kisha vëre kur këtë lloj statistikash ose këtë lloj studimi, domethënë e frikshme, si kemi një ignorancë të rritur. Në ditët e sotme, në vitet e sotme, në vend që të ulen këto statistika janë rritur. Dhe ne si vend, si Shqipëri, jemi kthyer në vendin e dytë në rajon, pas Turqisë, me popullsinë më pak të arsimuar. Nuk e di që ka ndikuar, realisht është e frikshme, ka ndikuar rrjetet sociale. Okej, nuk e di, po mendoj që të rinjt po gënjehen nga ky populariteti i rrjeteve sociale, nga të punuarit në rrjete sociale, ku diun TikTok, Instagram, edhe po lën ato çka është e rëndësishme, arsimimi. Më njërës, kjo gjëja e rrjeteve sociale duhet jetë plus, nuk është baza kryesore. Unë si Alba nuk më kanë formuar rrjetet sociale, nëse unë e bëj këtë gjën, e bëj për qef, për të ndarë ditën time, për të ndarë përditshmërinë, jemi përshtatur normalisht edhe epokës digjitale në të cilën jetojmë, por formimin, arsimimin, profesionin tim, unë e kam marrë nga shkolla. Shkolla më ka formuar si njeri, shkolla më ka dhënë gjitha dijet e nevojshme, edhe sikur ndoshta në jetën reale, ku di unë, jo fiks matematika që t'i bën në shkollë do të hyj direkt në punë, se njerëzit thonë për çfarë do më duhet mua shkolla, por të formon ty si njeri, të bën të logjikshëm, të bën intuitiv, të jep shumë cilësi pozitive që ty më pas do t'i zbatosh në jetën tënde. Qoftë në përditshmëri, në shoqëri, në situatat e ndryshme që të përballon jeta, por edhe në anën profesionale, në punë. Nuk e di, gjatë gjithë karrierës tënde do të duhen bazat, themeli është arsimi, patjetër. Pastaj gjatë viteve, gjatë rrugës së jetës dhe të arsimit, ti ndjek pasionet e tua. Nuk e kuptoj pse është kthyer ky trend i momentit, duke i shtyr njerëzit nuk ka që duhet universiteti. Por, okej, universiteti, po kanë arritur edhe në pikën nuk ka që duhet as gjimnazi. Imagjino janë me 9 vjeçare. Ti pyesësh për alfabetin, nuk e din këta të rinj. Shiko, unë e kuptoj që edhe kur je po marr në universitet, dhe unë po studioj për shembull inxhinieri informatike, dhe vetëm në vitin e parë unë kam bërë 6 lloje matematikash. Okej, thosha se unë po studioj inxhinieri informatike, pse do më duhet kaq shumë algebra, analizë matematike, 1, 2, 3, ku diun çfarë lëndash kanë qenë. Por të gjitha këto bashkë ndikojnë në formimin dhe gjithë programi mësimor është studiuar nga njerëzit kompetent pa është arritur në ato listë, librash apo lëndësh që ti të studiosh gjatë 3 viteve. Kështu që thashë, di që në atë moshë të duken ndonjëherë shumë të parëndësishme, shumë të panevojshme, të lollshme, e të tjerë, por më vonë e kupton që çdo gjë ka ndikuar pozitivisht te ty si njeri. Kështu që njerëz nëse ku diun nëse më ndjekin dhe goca të vogla, unë e kam prekur shumë shpesh në kanalin tim që mësoni, lexoni sa më shumë, bëni të zonjat e vetes, përfundoni universitetin, merrni ato diplomat, bëni sa më shumë kurse profesionale që të plotësojnë në profesionin që ju keni zgjedhur. Filloni dhe punët e para me pak lek, me pak të ardhura për të marrë atë eksperiencën e duhur, më pas kërkoni më shumë nga vetja, kërkoni më shumë nga punëdhënësit tuaj, derisa të arrini në pozicionin që ju dëshironi dhe të bëni karrierë në profesionin tuaj. Kështu që vetëm duke punuar shumë, vetëm duke lexuar shumë, vetëm duke pasur të ardhurat tuaja personale, vetëm atëherë mund të bëheni të zonjat e vetes dhe të pavarura, çka është shumë e rëndësishme. Thash, formimi i përgjithshëm është shumë i rëndësishëm, se edhe unë kam mbaruar inxhinieri informatike, edhe kam punuar pak në fushën time, kam punuar pak edhe në programim, kam bërë edhe punë jo të lidhura me profesionin tim, më pas jam drejtuar drejt marketingut, sepse ka qenë dëshira ime e gjeja më shumë veten, doja një punë më të lehtëshme dhe më pak të lollshme. Kështu e mendoja fillimisht, sepse dhe marketingu
të lodh shumë psikologjikisht edhe ta lodh shumë kreativitetin pëson her pas here të burnout të trurit, por gjithsesi ishte qefi im dhe dëshira ime për të bërë marketing. Dhe prandaj zgjodha atë drejtim. Fillova fillimisht me marketingun digjital, që të bëhesha pjesë e kësaj fushë, dhe më pas fillova që të merrem me marketingun 360 gradë, domethënë. Është shumë i bukur, është dëshira ime dhe zgjodha vetë ta bëj këtë gjë. Por, ama formimin që më ka dhënë universiteti, dega që më kam zgjedhur inxhinieria informatike, nuk mund ta kisha nëse nuk do e kisha bërë atë universitet, sepse realisht më ka mësuar gjithçka rreth informatikës dhe teknologjisë. Kështu që shumë persona që kanë mbaruar për shembull këtë deg si unë e kanë gjetur veten në fusha, sepse si deg ti mund ta lidhësh me shumë fusha të ndryshme. Ta lidhësh me programim, mund ta lidhësh me rrjetet kompjuterike, mund ta lidhësh me dizajnin, grafik dizajn, mund ta lidhësh me marketingu digjital, sepse ti ke njohuritë e duhura për ta bërë këtë gjë. Kështu që po, vazhdoni universitetin, zgjidhni profesionin që ju keni qef, edhe nëse pasi përfundoni universitetin, zbuloni se keni interes për diçka tjetër, nuk jeni asnjëherë vonë, përsëri mund ta bëni atë gjë. Por merrni fillimisht bazat e duhura. Ajo diploma e gjen gjithmonë rrugën e vet për t'u përdorur. Kështu njerëz. Kam vënë bukë të thekur ndërkohë dhe harrova fare. Po më haj thjesht bukë e thekur me gjalp, nëse do shoqëroj ndoshta edhe me pak djath. Nuk kam djath pa laktozë, por kam egzageru këto kohë me konsumin e laktozës dhe jam gjithkohë bloating super e fryrë. Por do hatë dhe tani dhe nuk ham më. Janë këta djathët e butë me pak krip. Ky lloj djathi, nuk e di çfarë quhet. Ndoshta ju merrni vesh më shumë sa unë. Edhe nuk i rezistoj dot. Tani unë mendoj ta mbyllim këtu këtë vlogun dhe do shihemi shumë shpejt te vlogu i radhës. Mos harroni si gjithmonë like, subscribe, komentoni çfarë ju të doni, më ndiqni edhe në Instagram Alba Visposht Firaj.